Kurejshet veprojnë nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Në këto ditë të hershme të Islamit, shoqëruesit e të dërguarit dinin shpesh në grupe të logjet jashtë Mekës, ku faleshin bashkë para në sy. Por një ditë, një grup i dhujtarësh ju ofruan tek po luteshin e ndërpren vrasht më talje. Më në fund, ata u përplasën dhe Sadi i klanit Zuhra e goditi njëri nga i dhujtarët me kockën në nofulles së një deveje dhe plagosi. Ky ishte gjaku i parë i derdhur në Islam, por pas këtaj, ata vendosën të përmbahen nga dhuna, gjërsa Zoti të vendos të ndryshe. Sepse shpallja i urdhëron të vazhdimisht durim të dërguarit, pra edhe atyre. Durojuja çfarë thonë, e ndahu prej tyre me lam të mirë të njerëzishme. 71. Si dhe sillu butësisht me jo besimtarët, jepu prehje për sa kohë. 72. Ky rast dhune kishte qenë një farë përjashtimi në të dyja anët, sepse kurejshet si tërësi ishin të prirur të toleronin fenë e re, bile edhe pasi i dërguari e kishte shpallur haptas, gjersa pansa ju drejtohej kundër zotave, parimeve dhe praktikave të tyre të rënjosura. Me ta kuptuar këtë, disa nga kryesorët të tyre shkuan si trup tek Ebu Talibi për të ngulmuar që ai t'u vinte fre veprimtarëve të nipit. Ai i largoi me një përgjigje zbutëse, po kur e panë se nuk ishte ndërmarrur asgjë, erdhën sërish dhe thanë: "O Ebu Talib, e jotja është pozitë e lartë dhe ndëruar mes nesh, dhe të kemi kërkuar të mbash në fre birin tënd vëllai, por ti këtë nuk e ke bërë. Pasha Zotin nuk do të durojmë që baballaret të na fyen, zakonet të na përqeshen, e zotat të na shahen. Ose bëje të heq dorë, ose do t'ju luftojmë të dyve." Pastaj e lanë dhe shumë i mërzitur, ai i çoi fjalë të nipit dhe pasi ja tregoi se ç'kishin kërcënuar i tha: "O biri tim vëllai, me kurse mua dhe vetën, mos më ngarko me barë më të madhe se që mund të mbaj." Por i dërguari u gjegj me fjalët: "Betohem në Zotin, sikur të më vendosni diellin në dorën e djathtë dhe hënën e të majtën, me kusht që të braktis këtë rrugë para se ai të ketë bërë gadhënjimtar, ose unë të jem shuar në të, nuk do të braktisja." Pastaj me lot në sy u ngrit në këmbë dhe mori të shkonte, por xhaxhai e thiri mbrapsht: "O bir i vëllait tim, shko e thuaj që të duash, se pasha Zotin nuk do të braktis për asnjë arsye." Kur panë se fjalët e tyre nuk ishin arritur tek Ebu Talibi asgjë, kurejshët nguruan ende ta sulmonin të nipin drejt për drejt. Sepse sekretar fisi, Ebu Talibi, kishte fuqinë e dhënies së mbrojtjes së padhunshme dhe ishte në interes të çdo prijesi tjetër në Mekë që rregullat e prijesisë fisnore të respektoheshin siç duhet. Kështu që her për herë u mjaftuan me organizimin e një përsekutimi të shumë përhapur të të gjithë ndjekësve të fesë së re, që nuk kishin kënd për t'i mbrojtur. Ndërkohë, ata u këshilluan mes veti në një përpjekje për të formuar një politikë të përbashkët për shkakun e të lashit të tyre. Gjendja ishte skajmisht e rëndë, se shpejti do të vinte koha e haxhit dhe arabët do të vinin në Mekë nga e tërë Arabia. Kurejshet kishin anë të madh për mikpritje, jo vetëm sa i përket ushqimit e pijes, por edhe sepse bënin të mirëseardhur gjithë secilin bashkë me zotat e tij. Por këtë vit, pelegrinët do të dëgjonin Muhamedin dhe ndjekësit e tij t'u ashanin zota dhe do të shtyeshin të braktisnin fenë e të pareve të merrnin një fe të re, që dukej se kishte disa avantazhe të shumta. Padyshim, shumë prej tyre nuk do të vinin më në Mekë, çka jo vetëm se do të ishte keqe për fenë, por edhe do ta mpakte nderimin që gëzonin kujdestarët e tashëm të haremit. Më e keqja, arabët
mund të lidheshin në tokë për t'i dëbuar nga Meka dhe vendosur një fis ose grup fisësh të tjera në vend të tyre, si të kishin bërë ata vetë më parë me Huzait dhe Huzait me Gjurhumet. Ishte kësistoja domosdoshme që arabëve vizitues të thuaj se Muhamedi nuk i përfaqësonte as si Kurejshët. Por edhe pse ishte lehtë të mohoj profecia e tij, kjo thjesht nuk kuptonte shprehjen e një opinioni dhe tërthorazit të ftuarit e të tjerëve për t'i dëgjuar mëtimet e tij dhe gjykuar vetë. Diçka tjetër duhej thënë veç kësaj, dhe këtu qëndronte dobësia e tyre, sepse disa kishin nisur të thoshin se ai ishte fallxor, të tjerët se ai ishte poseduar, kurse të tjerë se ishte poet, e akoma të tjerë si ishte magjistar. Ata u këshilluan me Velidin, të birin e Mugirës, me siguri njeriu mandikues i fisit aso kohe. Se cila nga këto akuza do të kishte gjasa më të mira bindëse dhe ai kundërshtoi të gjitha si larg shenjës. Por si u rimendua, vendosi që ndonse njeriu në fjalë nuk ishte magjistar, ai kishte të paktën një gjë të përbashkët me magjistarët. Fuqin për të ndarë dikën nga jati ose i vëllai, ose e shoqja nga tërë familja. Kështu që i këshilloi ta bënin akuzën e përbashkët në këtë linjë. Pra se Muhamedi ishte i magjistari rrezikshëm, që duhej shmangur me çdo kusht. Pasi u pajtuan kollaj për të ndjekur këshillën e tij, ata vendosën që jashtë qytetit të gjitha rrugët me të cilat bien në Mekë të mbaheshin e që vizitorët të paralajmëroheshin paraprakisht që të ruheshin nga Muhamedi, pasi e dinin nga përvoja sa fitues mund të ishte ai. A nuk ishte qenë ai para se të niste predikimin ndër njerëzit më të dashur në Mekë? As gjuha e tij nuk ishte humbur në pak nga elokuenca e saj, as prania e tij gjësend nga madhështia e saj imponuese. Ata i ndërmorën planet me zell e përpikmëri. Mirë po të paktën në një rast të veçantë, ata ishin dënuar që në fillim që të dështonin. Një burr i Beni Gifarit, i quajtur Ebu Dher, fisi i tij jetonte në veriperëndim të Mekës, jo larg detit të Kuq. Kishte dëgjuar tashmë për të dërguarin dhe kundërvënien ndaj tij. Sigurt se shumica farifisit e tij, Ebu Dheri ishte kusar, po ndryshe për tyre ishte besues i patundur në njëshmërinë e Zotit dhe refuzonte të bënte çfarë do lloj ndërimi i idhujve. Vëllai i tij Unesi shkoi në Mekë për diçka dhe kur u kthye i tregoi Ebu Dherit se ishte një kurejsh që pretendonte se ishte një i dërguar dhe thoshte se nuk ka Zot përveç se Zotit. Dhe të vetët e kishin mohuar përjedhoi. Ebu Dheri u nis fill për në Mekë, me sigurinë se bëhej fjalë për një profet të vërtet dhe kur mbërriti, kurejshët që kontrollonin hyrjet i thanë: gjithçka donte të dinte para se të kishte kohë të pyeste. Ai e gjeti pa vështirësi rrugën për të shtëpia të dërguarit. Dërguari po flinte në një mindër në obor, me fytyrën e mbuluar nga një palë e hirkës së tij. Ebu Dheri e zgjoi dhe i uroi mëngjesin. Paqe pas mbi ty, i tha i dërguari. Tregomi shqiptimet e tuaja, tha beduini. Nuk jam poet, tha i profeti. Por çka shqiptoj në Kuran, është Kurani dhe nuk flas unë, po Zoti. Recito me mua, tha Ebu Dheri, dhe ai recitoi një sure me çrast. Ebu Dheri tha: dëshmoj se nuk ka Zot përveç Zotit, dhe se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Kush janë njerëzit e tu? Tha i dërguari. Dhe pasi mori përgjigje, e vështroi njeriu lart e poshtë me manitje e tha: vërtet, Zoti uzon këdo ai. Dije mirë se Beni Gifaret ishin kryesisht kusar. Pasi uzoi rreth Islamit, i dërguari i tha të kthehet të vetët e të priste urdhrat e tij. Kështu, ai u kthye te Beni Gifaret, shumë prej të cilëve u futën në Islam përmes tij.
Ndërkohë, ai vazhdoi zanatin e kusarit me vëmendje të posaçme ndaj karavaneve Kurejsh. Por kur plaçkiste në karavan, ofronte t'u akthente ç'kishte marrë me kusht që të dëshmoni njohshmërinë e Zotit dhe profecinë e Muhamedit. Një tjetër takim me të dërguarin pati si rezultat ardhjen në Islam të Beni Devsëve, të cilët, sikurse kifaret, ishin një fis i largët në perëndim. Tufeli, një burr i Devsëve, tregonte me vonë se kur kishte mbërritur në Mekë, ishte paralajmëruar që të mos i fliste magjistarit Muhamed, e madje as të mos i dëgjonte, që të mos e shihte veten të ndarë nga të tjerët. Tufeli ishte poet dhe njeri me pozitë konsiderueshme në fis. Kësodore, Kurejshet ishin veçanërisht kundërngulës në paralajmërimin dhe e friksuan aq shumë se mos ma gjepsej sa që përpara se të shkonte në xhami, ai i mbushi veshët me pamuk. I dërguari ishte aty, e sapo kishte nisur faljen midis cepi Xhemena së gurit të zi, si zakonisht me fytyrë nga Jeruzalemi, ku muri një glindor të Qabës e kishte mu përpara. Këndimi i ajeteve prej tij nuk ishte me zë të lartë, por një pjesë e tij megjithatë dëpërtoi në veshët e Tufelit. Zoti nuk deshi ndryshe, por më bënte të dëgjoja diçka nga çfarë u recitua dhe unë dëgjova fjalë të mrekullueshme. Kështu që thash me vete: jam njeri të i vështrues, poet, e jo i paditur rreth dallimit midis të drejtës dhe të shëmtuarës. Përse atëherë të mos e dëgjoj që po thot ky njeri? Në qoftë të drejtë, do ta pranoj. Në qoftë të shëmtuar, do ta flak. Qëndrova gjersa profeti u largua, e pastaj e ndoqa, dhe kur hyri në shtëpi, i shkova pas e i thash: o Muhammed, të tut më kanë thënë kështu e ashtu, dhe më friksuan aq shumë për gjendjen tënde, sa që i mbusha veshët për të mos të dëgjuar fjalën. Por Zoti nuk deshi ndryshe, veç se të më bënte të dëgjoja. Tregoma për të vërtetën e asaj çka je. I dërguari ja shpjegoi Islamin dhe këndoi Kur'an, e Tufeli bëri dëshmimin e fesë. Pastaj u kthye te të vetët, i vendosur t'i konvertonte. Babai dhe bashkëshortja e pasuan, kurse të tjerët e fisit Devs u tërhoqën dhe ai u kthye në Mekë me zhgënjimin e zemrim të madh, duke i kërkuar të mallkuarit t'i mallkonte. Mirëpo, në vend të kësaj, i dërguari u lut për udhëzimin e tyre e i tha Tufelit: ktheu tek të tut, thirrje në Islam e sillu butë me ta. Këtu udhëzime ai ndoqi me besnikëri. Me kalimin e viteve, gjithnjë më shumë familje devse u kthyen. Para se të njihte profetin, Tufeli kishte takuar vetëm armiqtë të tij. Por pelegrinë të tjerë takuan dhe ndjekësit të tij, të cilët i thanë një histori shumë të ndryshme nga ajo që i kishin treguar armiqtë, dhe secili besoi që ata, nga natyra e tij, e shtynte të besonte. Si rjedhoi feja e re, përflitej, për mirë a për keq, anë kënd arabis, por askund nuk ishte temë bisede më shumë se në Ozazin e Jethribit.